Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Kuvendi i Shqipërisë ka ndjer i pari peshën e listave të kandidatëve për deputet, shumë deputet majtas dhe djathtas nuk erdhën sot në seancë. Të tjerë folën për vendimet e tyre për të larguar nga politika ose kërcënuan në distancë ish shefat e tyre. Vazhdon të mbizotërojë Dash Sula, i cili pas kalimit me nismën thurje ka quajtur flamur në okën dhe Albana Vokshin njerëzit më të urryer në gjirin e demokratëve. Salla e kuvendit ndjen e para peshën e listave të reja. Pak deputet dhe ata shumica në ikje, majtas dhe djathtas. Në kampin blu Razia, shumica e deputetëve demokrat braktisën karigjet, disa nga Mërzia e disa nga Sedra. Por i pari, me nxitim bëriti dezertori Dashnor Sula, nuk theu mendje, la doktorin për Adriatik Lapajn. Gjatë të cilës zoti Berisha, bashkë me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, i famshmi Flamur Noka, e famshmja Albana Vokshi, të cilët fatkeqësisht sot Partia Demokratike ka rënë në dorë të tyre dy figurave, të cilët janë figura, nuk mund të them termin të urryera për demokratët, po figura jo të pëlqyeshme nga shumica e demokratëve, por të urryera nga qytetarët shqiptarë. Jorida Tabaku nga rrjetet sociale dhe Dhurata Çupi nga obori i parlamentit pranuan me zhgënjim të fshehur sfidën në listat e hapura. Nuk jam fare zhgënjur, e përsëris në qarkun në Dibër në 2021 kam qenë listë hapur, pra i bie, kam qenë e treta, kam bërë betejë elektorale, kam fituar. Socialistët ishin më të kujdesshëm, veteranët u shfaqën të buzëqeshur për listën e hapur, kurse ata që mbetën jashtë. Jo, unë kam thënë që ky sistem është krijuar për të mbrojtur figurat politike dhe ky ka qenë thelbi siç aplikojnë shtetet e tjera. Megjithatë Edi Rama, kryetari i partisë, është njëri që guxon, eksperimenton. Çfarë bën ti tani? Do rikthehem në universitet. E kam sfiduar dhe herë tjetër. Kështu e kam jetën me sfida. Si do të nuk kemi ardhur për vetë klasë, për fajsos, për komitet, që na ka futur dhe do të na rivotojë. Sigurisht në shtator do jetë një avokat dhe ka nevojë ky vend sidomos mbas këtyre ngjarjeve ka nevojë për avokat. Nëse pres të shkojnë në parlament, kjo është detyra ime, për të qenë në parlament për 4 vite. Kjo janë të kundrazi. Shumë i njohës dhe i privilegjuar, si thua. Nëse çdo njeri është një knajsi që pas përfundimit zgjedhjesh është votat e qytetarëve. Të paktën një lajm i mirë erdhi nga listat. Bashkuan kryemadhin Mehmetën. Sa për vota. Patjetër që vota ime do të shkojë për Aleancën e Shqipërisë Madhërishme dhe madhërishme për mua, edhe madhështore po doni. Dhe sigurisht që do të shkojë dhe në lista hapur për emrin e Ilir Metës. Sali Berisha e ka quajtur ikjen e Dashnor Sulës si puthje të Judës me Edi Ramën, por ndërkohë në listën e tij ka një seri tradhtish. Nardoka, për herë të parë që nga viti 2001 nuk do të jetë kandidat për deputet, po kështu edhe një seri krerësh partish të vogla, ndërkohë listat e opozitës janë mbushur me ngjarje gazmore. Adriatik Lapaj për shembull ka kandiduar edhe të Atin, ndërsa Ali Beaj ka futur në listë edhe 2 vajzat e tij. Disa për të mbushur e disa për të zbrazur. Listat e kandidatëve për deputet janë një këmbane e fortë e spektaklit të fushatës për zgjedhjet e 11 majit. Nga spektakli e ka nisur dhe Berisha. A i futi ish banorin e Big Brother VIP, tenorin Armaldo Klogjri, në listën e Elbasanit. Klogjri u eliminua vjet dhe nuk kapi finalen e Bigut, por zarfizi i Berishës i shkoi në të kundërt, emrit më të votuar në Elbasan, në primaret e Bigut Blu. Ky shkëmbim kok më kok pritet të dhurojë shfaqje në një qark të nxehtë si Elbasani, por vështirë se vota për Partinë Demokratike. Dashnor Sula nuk vonoi dhe mbajti premtimin. Votat për të nuk do t'i shkojnë Partisë Demokratike, por nismës thurje, së cilës ai u bashkua në minutat e fundit të së mërkurës në mbrëmje. Mbrojtja e kryeministrit është puthja Judës. Për Dash Sulën, hapi që bëri. Të rjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një pateric të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim. Doktori formoi një aleancë madhështore, por i mungojnë kandidatët madhështor. Kujtim Gjuzit, Selamia Nisherit e Kostaj Papës u afiku shpejt entuziazmin, duke u treguar derën, por në listën e kandidatëve për deputet nuk do të jetë për herë të parë që prej vitit 2001
Nard Ndoka. Si çdo të thoshte ai vet, arsyeja pse nuk do të jetë deputet është se nuk do të jetë në listë. Berisha dha një sinjal edhe për Amerikën. Kujtim Gjuzit nuk ja pranoi as xhihadistin pro-iranian, Olsi Yazegji, ndërsa futin listë anti-sorosianët Altin Goxhajn. Jeni sherin e pensionistëve nuk e futi, por përfaqësuesen e grave të moshës së tretë Adriana Kalaja. Edhe Beleri nuk i ndahet Berishës. Kandidatin që importoi nga Amerika për zgjedhjet e pjesëshme në Imar, Petro Gjikurin, e ka futur në listën e hapur të Partisë Demokratike. Pjesa tragjike dhe komike e partive të vogla ka qenë një ditë më parë, halli i mbushjes së listave. Lulzim Basha e ka plot me anonim. Përveç kaubojësit famshëm dhe komandantit të gardës që hapi zjarr më 21 janar. Ali Beaj kandidon në Tiranë bashkë me 2 vajzat e tij, ndërsa në listën e koalicionit figurojnë edhe fëmijë të moshës 9-18 vjeç dhe të moshuar mbi 80 vjeç si kandidat. Deputeti Selajdin Jakuplari në Korç ka regjistruar familje e farefis. Bie në sy se ish-kryebashkiaku i Mallakastrës, Agron Kaplanaj, nuk figuron askund në lista. Pas dashnor sulës, Adriati Klapaj për të bërë Shqipërinë ka marrë edhe të atin. Edhe ky vetë pranon se ka mbushur listën e mbyllur me pensionistë ose fëmijë, por kryesisht familjar të kandidatëve, si garanci i listave të hapura. Por për të apo Bashën, nuk ka rëndësi që kanë futur në listë, rëndësi ka që janë vetë aty. Por ngjarja më serioze në listat e opozitës ka ndodhur me Lulzim Bashën, ish-ministri i Brendshëm në 21 janar, ka vendosur kandidat për deputet Alfred Ahmet Cenajn, ish nën komandantin e gardës i arrestuar si bashkautor në 4 vrasjet në bulevard. Ahmet Cenaj, si dhe të tjerët, u gjetën pa faj nga gjykata dhe ishte aktiv në protestat e Bashës. Në përgjimet e fundit të bëra publika i rezulton të miratoi urdhrin e Ndrea Prendit për të hapur zjarr mbi protestuesit. Lulzim Basha nuk është futur vetëm në këto zgjedhje. Mes listës me shumë membra anonim, ai ka përzgjedhur të rikthej 21 janarin. Alfred Ahmet Cenaj, ish komandanti i njësisë speciale të Gardës së Republikës, pjesë e grupit të zjarrit më 21 janar të vitit 2011, është kandidat zyrtar për deputet në Tiranë për koalicionin Euroatlantik. Ai nuk ka qenë një gardist i thjesht, por ish numri 2 i Gardës, ku në bulevard u vran 4 protestues. Ahmet Cenaj u arrestua asoj kohe bashkë me gardistë të tjerë, por pasi u hetuan gjendje të lirë, ai shpëtoi drejtësisë. Atëherë u dënuan vetëm Ndrea Prendi dhe vartësi i tij, Agim Lupo, me disa vite burg. Me ardhjen e Partisë Socialiste në pushtet, ishte ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, i cili e shkarkoi, por ish-ministri i Brendshëm i 21 janarit, Lulzim Basha, nuk e haroi. Menjëherë gradoi me impost në Partinë Demokratike, kryetar degje në Mat, dhe prej asoj kohe, Ahmet Cenaj nuk është ndarë nga Basha. Së fundmi me riçeljen e hetimeve për 21 janarin nga SPAK, është zbuluar edhe një përgjigje i ri, mes ish-komandantit kryesor të Gardës, Ndrea Prendit, dhe Alfred Ahmet Cenajt. I pari i paralajmëron të hapin zjarr, kurse i dyti e konfirmon. Garda e 21 janarit ka kaluar nga vija e parë në vijën e politikës. Agron Malajt, kandidat tek Partia Socialiste, Alfred Ahmet Cenaj, kandidat tek Lulzim Basha, kurse familjarët e viktimave presin ende drejtësi. Edi Rama e quan listën e kandidatëve të Partisë Socialiste një hapje brutale dhe të domosdoshme për të dhënë mundësit të rinjve. Kryesocialisti tha se Partia Socialiste ka kaluar për te bindjeve majtas apo djathta si reagim ndaj përfshirjes së emrave nga PD dhe LSI në listat socialiste. Socialistët kanë zgjedhur të shkojnë drejt 11 majit me një ekip tërësisht të rinovuar. Vetëm disa ministra të rinj dhe drejtuesit e qarqeve janë në listën e sigurt. Hapje brutale të Partisë Socialiste shpalli kryesocialisti Edi Rama listën zyrtare me 186 emra të ekipit garues të 11 majit. Ne i kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partinë. Pra në një farë mënyre për ta bërë hapjen brutale. Brutale në sensin që nëse kapacitetet e brendshme në territor nga i pamja e qasjes organizative janë të tilla që e pengojnë hapjen, atëherë ne duhet ta imponojmë në një moment kyç, duke i dhënë mundësi të rinjve, duke i dhënë mundësi të rejave, që përndryshe nuk do hynin dot.
Për prurjet opozitare, Rama sqaroi se PS ka kaluar për te bindjeve majtas apo djathtas. Alban Zeneli ka qenë deputet i Partisë Demokratike. Ai Partinë Demokratike do me qef. Po nga ana tjetër s'do bufin edhe s'do tribunën VIP, ka hapësirën tjetë këtu. Welcome. Kemi në Tiranë disa. Kemi dekanën e Fakultetit Ekonomik të Vlorës, në listën e mbyllur. Ka qenë në çadër zonja, pedagoge. Nuk munguan ironit për krahun tjetër. Kryesocialisti konsideroi listën e mbyllur të PD-s një tribun VIP të ekipit humbës. Doni të shifni kush janë VIP-at e Kënetës, shikoni skuadrën e në listën e mbyllur të kryeqytetit të Shqipërisë Madhështore. Ku mungon Kujtim Gjuzi, i cili po përdoret, ose më saktë po keq përdoret, në mënyrë brutale. Dash Sula, i madhi Dash Sula që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. Veçanërisht u ndal tek i përjashtuari dashnor Sula dhe i injoruari Kujtim Gjuzi. Jam i mërzitur se Kujtim Gjuzin e kishin lënë në det hapur. Në det hapur dhe nga ana tjetër në det hapur kishin lënë edhe një gjeldetit Peqinit, po për këtë do flasë mbase pak më vonë, po për Kujtimin u mërzita shumë, sepse është i vetmi përfaqësues dinjitos i Shqipërisë Madhështore. Kryeministri dha edhe lajmin se të premte në ditën e Veros do të hapet tuneli i Murrizit, nyja kyçe e rrugës së Arbrit, me premtimin se s'do të ketë asnjë tarif. Erion Veliaj do të vazhdojë të mbetet në burg. Apeli i gjykatës së posaçme i rrëzoi ankimimin për masë më të lehtë sigurie kundrejt garancisë pasurore. Ndryshon masa për biznesmenin Elman Abule, i akuzuar për pastrim parash, i cili lirohet nga qelia. Apeli rrëzoi kërkesën e Ajola Xoxës për heqjen e sekuestros së llogarive bankare. Avokatët e Veliajt paralajmëruan ankimimin e vendimit në gjykatën e lartë. Gjykata e Apelit të posaçëm la të pandryshuar masën e arrestit në burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Gjyqtari Engert Pullumbi vendosi të njëjtën që Veliaj të mbajt izoluar në qeli deri në përfundim të hetimeve, ndërsa për biznesmenin Elman Abule, gjykata zvendçoi masën e arrestit në burg me atë të arrestit në shtëpi. Veliaj po hetohet nga prokuroria e posaçme për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, ndërsa në një tjetër seancë i njëjti gjyqtar rrëzoi edhe kërkesën e bashkëshortes së kryetarit të bashkisë, Ajola Xoxa, që kërkonte heqjen e sekuestros së disa llogarive bankare. Por për avokatin e Xoxës, Maksim Haxhia, që njëkohësisht është edhe pjesë e grupit ligjor që mbron në këtë proces Erion Veliajin, masa ekstreme e arrestit në burg duhet të ndryshojë. Nuk mund të aplikoj masa arrestit në burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar, këta bashkia dhe t'i thuash je person i rrezikshëm. Këto lloj veprash penale që kanë më shumë karakter administrativ dhe bazohen në ekspertet kontabël për të sjellë në aktet e tyre dhe pasqyruar dëmet efektive, këto janë vepra që nuk kanë në shkallë rrezikshmëri. Gjithashtu të pandryshuara mbetën edhe masat detyrim paraqitje ndaj biznesmenëve, Gentian Sula, Shkëlqin Fusha e Meriman Palushi, që kërkonin heqjen e këtyre masave. Prej datës 10 shkurt, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, mbahet i arrestuar me dyshimin se ka kryer 2 vepra penale, atë të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Sipas hetimeve ka rezultuar se Veliaj në cilësinë e kryetarit të bashkisë ka ngritur një skem kriminale në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Ajola Xoxën, si dhe biznesmenë dhe organizata jo fitimprurse të lidhur me të për të përfituar shuma të mëdha monetare. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vite e 20 ditë burg kryetarin e Bashkisë së Himarës Jorgo Goro për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Me 2 vite burg u dënua edhe ish zyrtari tjetër i Bashkisë Jerasimo Bashi, ndërsa Vezir Gjikoka do të vuajë dënimin me 1 vit e 4 muaj heqje lirie. 3 pandeurit kanë përfituar ulje të 1/3 së dënimit për shkak se procesi është zhvilluar me gjykim të shkurtuar. Goro përveç dënimit penal do të duhet që për 5 vitet e ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Në të njëjtën kohë, gjykata konfiskoi edhe 2 prona
zona me sipërfaqe 10.000 m2 tokë që ndodhen në Bregdetin e Dërmiut. Sipas prokurorisë, hetimet treguan se Goro përcolli pranë organeve kompetente dokumente të falsifikuara, duke bërë të mundur regjistrimin e një toke bujqësore në pronësi shtetërore në favor të një shtetasi që rezulton ende në kërkim. Pas kësaj procedure, toka u shit tek një shoqëri private me përfaqësues ish-deputetin Artan Gaçi. Komisioneri e zgjerimit në Bashkimin Evropian Marta Kos në vizitën e saj të parë në Tiranë tha në krah të kryeministrit Rama se Shqipëria është në rrugën e dur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zyrtarja e Brukselit dhe kryeministri Rama theksuan synimin që shqiptarët të marrin pasaportën evropiane brenda kësaj dekade. Kryeministri Edi Rama pritej në një takim komisioneren e Bashkimit Evropian për fqinjsinë dhe negociatat për zgjerimin Marta Kos, e cila po zhvillon vizitën e saj të parë në Shqipëri. Pas takimit në një konferencë të përbashkët për shtyp, kryeministri përsëriti objektivin e qeverisë. Ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit negociatave brenda 2027 dhe ambicia ime, ambicia jon është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Një objektiv realist ky sipas komisioneres së Bashkimit Evropian dhe jo thjesht ambicioz, pasi Kos tha se Shqipëria ka ecur shumë mirë në këtë rrugtim, ndërsa në fokus vuri veçanërisht reformën në drejtësi. Fokusi, vëmendja duhet jetë tek zbatimi i reformave të cilat janë miratuar, por natyrisht edhe tek përshpejtimi i konfirmimit të gjitha reformave të tjera e në veçanti sa i përket reformës në drejtësi, të cilën e mbështes tërësisht vetë sepse është edhe gur themeli i procesit të integrimit evropian. Me shumë dëshirë duam që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ju e meritoni sepse me ju brenda Bashkimit Evropian, Europa nuk do të jetë thjesht më e madhe, por edhe më e fortë. Ju jeni ishull stabiliteti. Përgjigja e kryeministrit për reformën në drejtësi erdhi me rezultatet e prodhuara prej saj. Kemi për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, qysh nga viti 1912 kur Shqipëria u shpall e pavarur nga Perandoria Otomane dhe për herë të parë krijoi shtetin e vet, njerëz me profile të larta publike, të lidhur me pushtetin politik, që janë para drejtësisë, që hetohen dhe gjykohen nga prokurorë dhe gjykatës të pavarur nga qeveria, të pavarur nga pushteti politik. Komisionerja Marta Kos nuk pret që zgjedhjet parlamentare të ngadalsojnë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe është e sigurt në standardin e tyre. Jam e sigurt që zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme dhe që kjo gjë do të bëhet e mundur dhe që jam shumë e kënaqur dhe mirëpretëm faktin që edhe shqiptarët që jetojnë jashtë do të kenë mundësinë që të votojnë në këto zgjedhje. Nedim Bajrami me golin e shënuar në sekondën e 23 në kampionatin evropian të futbollit, komisionerja thot se e ka bindur se sa shpejt mund të ecë Shqipëria në arritjen e një objektivi, e kështu kishte një dhuratë për kryeministrin. Skuadra Europë, ekipi Europë dhe duam që e gjithë Shqipëria të bëhet pjesë. Ndërkohë tha se me ratifikimin në parlament të marrëveshjeve, Bashkimi Evropian do të japë Shqipërisë 1 miliard euro, një pjesë ua dhe tjetrën grante për të kryer reformat e domosdoshme. Ish-presidenti Hashim Thaçi shkoi në Kosovë, gjykata e Hagës i ka dhënë 1 ditë leje për të vizituar baban e sëmur. Ish-presidenti i Kosovës u arrestua gati 5 vite më parë dhe ndodhet në Hagë bashkë me disa ish-luftëtar të tjerë të UÇK-s ku po gjykohet për krime lufte. Hashim Thaçi preku këtë të njëjtë tokën e Kosovës. Ish-presidenti i Kosovës, i cili po mbahet në paraburgim në Hagë, mori leje për të vizituar babain e tij, Haxhi Thaçin, i cili ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore prej disa kohësh. Gjykata speciale ka miratuar kërkesën e mbrojtjes së Thaçit për lirimin e tij të përkohshëm në Kosovë për 1 ditë për vizitë humanitare.
Forcat shtuarat e Uleksit u vendosën përpara klinikës së sëmundjeve të brendshme në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ky zhvillim u mbajti fshet nga gjykata për shkak se sipas prokurorisë, Thaçi ka ndikim të madh politik në vend, por gjithsesi, vizita e Thaçit në Kosovë nuk i ka shpëtuar mbështetësve të tij. Burra dhe gra të moshave të ndryshme qëndruan përpara dyerve të spitalit për të shprehur mbështetjen për Hashim Thaçin. Ata u shprehën të emocionuar, teksa thonë se ish presidenti Thaçi po mbahet padrejtisht në Hag. Qytetari Skënder Hamiti thotë se u ndiej i emocionuar kur pa ish presidentin Thaçi përsëri në tokën e Kosovës. Po e kum qenë të afër spitalit edhe kuptova si po vjen dikush, atëherë vendosa për me pritë dhe kush po vjen. Edhe ashtu që e posh si erdhe dhe mirë se erdhe për to, unë jeva shumë mirë, kesh nuk e jeva. Se kjo është ka qenë një president i juni edhe një ushtari, një komandant, pa më parasysh, kështu që inshallah sa më shpejt rishojnë. Edhe qytetari Agron Bajraktari tregon se sapo mori vesh lajmin se Thaçi ndodhet në Prishtinë, erdhi për ta parë atë. Më kishte marrë malli, unë jam një nga ata që vizitoj zotin Thaçi, Kadri Veselin, të dhe tjerët në Hag, vazhdimisht, shkoj marrë pjesë edhe në gjyqin e tyre, sepse besojnë që duhet bëjmë, kjo është më e vogla që ne mund të bëjmë, dhe duhet bëjmë shumë a shumë për ata. Ata nuk duhet jenë atje, ata duhet jenë këtu, ata duhet jenë këtu. Edhe Nazmi Thaçi, vëllai ish presidentit, ka pritur përpara kësaj klinike bashkë me qytetarë të tjerë, sepse ky i fundit u lejuar të takojë vetëm me babain dhe bashkëshorten e tij. Mbrojtja e Thaçit kishte kërkuar disa herë gjatë këtij viti lirimin e përkohshëm të klientit të tij për të vizituar babain, por gjykata i ka hedhur poshtë kërkesat e mëparshme. Hashim Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 ai është duke u gjykuar për krime lufte dhe pengim të drejtësisë. Së bashku me Thaçin në një proces të zgjatur gjyqësor, janë edhe ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputeti Recep Selimi. Të katërt janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Në prag të nisjes së sezonit të dytë veror në Tiranë, kompania ajrore me tarifa të ulta Ryanair do të operojë nga aeroporti i Rinasit me mbi 320 fluturime në javë drejt 23 destinacioneve. Kompania ka prezantuar edhe 2 linja të reja drejt Lamezias dhe Varshavës. Me programin e verës së këtij viti, Ryanair premton sërish mbi 3 milion pasagjerë dhe garanton zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Mbi 3 milion pasagjerë premton Ryanair për vitin 2025 në prag të nisjes së sezonit të dytë veror në Tiranë. Kompania ajrore numër 1 në Evropë shprehet e përkushtuar të operojë në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës me mbi 320 fluturime në javë drejt 23 destinacioneve tërheqëse. Kompania prezantoi dhe 2 linja të reja drejt Lamezias dhe Varshavës. Programi i larmishëm i Ryanair për verën e këtij viti garanton zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, lidhje me tarifa të ulta për qytetarët shqiptar drejt dhe nga Tirana. Jemi shumë të lumtur që po rrisim lidhjet ajrore me Tiranën. Si pjesë e planit tonë së bashku me ekipin e aeroportit dhe qeverinë, duam ta bëjmë Tiranën destinacionin numër 1 turistik në Europë. Po punojmë me të gjithë për të arritur këtë qëllim dhe mendojmë se mund të rrisim numrin e pasagjerëve nga 3 milion sot në 5 milion deri në vitin 2030, si do të hapim një bazë që do të thotë se avionët tanë do të nisin dhe përfundojnë ditën e tyre këtu në Tiranë. Puna e vazhdueshme për zgjerimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës që do të rrisë ndjeshëm kapacitetin përbën një mundësi të madhe për Shqipërinë. Që prej fillimit të operacioneve të tyre në nëntor të vitit 2023, Ryanair ka mundësuar fluturimet e rreth 3 milion pasagjerëve nga dhe drejt Shqipërisë, duke dhënë një kontribut të madh në rritjen tonë të qëndrueshme gjatë 2 viteve të fundit. Gjithashtu Ryanair ka ndikuar në qasjen tonë të operimit, duke ndihmuar skuadrën për të realizuar procedurat më produktive dhe të bashkërenduara. Prezenca e tyre do të sjellë rezultate edhe më pozitive në vitet në vijim, veçanërisht me rritjen e tyre të gjerë që rrit numrin e destinacioneve direkte. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës vazhdon të mbetet një destinacion konkurrues për sa i përket tarifave operacionale. Deri tani Ryanair ka mbështetur hapjen e mbi 2200 vendeve të punës në Shqipëri. Ndërsa me rastin e prezantimit të programit veror, kompania ka shpallur një promocion 3 ditor me bileta që fillojnë nga 19,99 euro, të disponueshme për udhëtarët.
Policia e shtetit ka marrë masat për mbarvajtjen e aktiviteteve që do të zhvillohen në datën 14 mars me rastin e ditës së verës në terren në të gjithë vendin. Do të angazhohen punonjës të policisë së rendit, të policisë rrugore dhe të patrullës së shërbimeve, të cilat do të mbështeten nga shërbimet forcës kombëtare të sigurisë. Prezencë më të shtuar të policisë do të ketë edhe në sheshe dhe rrugët ku do të zhvillohen aktivitetet. Në Elbasan, nga pasditja e sotme, nuk lejohet parkimi i automjeteve dhe qarkullimi i tyre në disa segmente rrugore në qendër të qytetit, ndërsa në Tiranë deri në përfundim të aktiviteteve nuk do të lejohet qarkullimi makinave në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në rrugët Papa Gjon Pari 2 dhe Ibrahim Rugova. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë do të zgjedhë në 16 mars kryepeshkopin e ri. Përmes një komunikate zyrtare, kisha njofton se të dielën do të mblidhet sinodi i shenjtë për të vendosur për pasuesin e kryepeshkopit të ndjer Anastasit. Procesi i zgjedhjes do të ndjek dispozitat e statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, sqaron Sekretaria e Sinodit të Shenjtë. Kryepeshkopi Anastas u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare në 25 janar në një spital në Athinë. Trupi i tij prehet në Katedralen Gjallja e Krishtit në Tiranë, ndërsa që prej momentit të ndarjes nga jeta të hirësisë Anastasit, Sinodi i Shenjtë caktoi mitropolitin e Korçës Joanin si mbikëqyrës të fronit kryepiskopal. Në faqen e internetit abcnews.al gjeni çdo zhvillim të fundit, gjithashtu për zhvillimet më të fundit, ju ftoj të na ndiqni edhe në Radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20 vjen Real Story me Sokol Ballën. Bashkë më takofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.